Fola ndava shqetësimin me ju për koston e shtrenjtë të mbajtjes së një makine dhe brenda tij çmimin e shtrenjtë të një policie sigurimi. Mbi të gjitha, mos funksionimin e sistemit bonus malus. Njerëzit filluan të më shkruajnë. Çfarë po thua? Ku është ulur çmimi i policisë së sigurimit për ne që sillemi mirë në rrugë? Urdhëroni rastin. Këto janë blerjet e policisë së sigurimit për vitin që shkoi dhe për këtë vit të një qytetari që më shkruaj. Për vitin që shkoi është këtu dhe është 18.705 lek. Dhe për vitin që sapo nisi është ky çmimi dhe është 20.521 lek. Tani unë nuk e di, por qytetari mu betua se nuk kishte kryer asnjë aksident gjatë vitit që shkoi. Madje më thotë që nuk ka marrë qoftë edhe një gjobë të vetme për qarkullimin në rrugë. Ky është fakti. Referuar këtij fakti, po edhe fakteve të tjera të mëhershme, natyrisht në Komisionin e Ekonomisë të Kuvendit u investova bashkë me kolegët e mi që të miratonin një rezolut në të cilin t'i jepej detyra autoritetin mbikëqyrjes financiare të rishikonte rregulloren e faktorëve të riskut apo sistemin bonus malus, duke prishur zhbalancimin e tij në favor të kompanive të sigurimit e duke vendosur një ekuilibër i ri nga i cili të përfitonin dhe qytetarët. Qytetarët jo vetëm që nuk po përfitojnë për sjelljen e mirë në rrugë, por në krahun tjetër po paguajnë më shumë. Çfarë mora vesh dje? Dje mora vesh që raportimi këtyre institucioneve nuk do të vijojë. Raportimi për vitin që shkoi nuk do të vijojë në këtë janar, kur tapet parlamenti, madje më keq akoma. Nuk do të votohen as rezolutat. Doni një shembull se si parlamenti zhvlerësohet deri në fund? Është ky. Komisioni i Ekonomisë u investua të dëgjonte raportin e autoritetit mbikëqyrjes financiare, të bënte pyetje, të merrte serime, të bënte diskutime, të bënte propozime, të votonte. Dhe t'ia çonte Kuvendit për të votuar përfundimisht rezoluta me detyrat për AMF-n, ku është edhe detyra për të riparë rregulloren e faktorëve të riskut dhe prishjen e një marrëveshje të ndaluar në të treg. Zhvlerësim më banal për deputetin se sa kjo që ka ndodhur nuk ka. Zhvlerësim më banal për një komision se sa kjo që ka ndodhur nuk ka.